Ndonëse e tha se nuk dëshiron të komentoj protestën e 18 majit të studentëve shqiptar, kryeministri Christian Miskoski me parashtresën nuk bëri më shumë se komente, duke përmendur flamuj shqiptar që i mbani në duar protestuesit, mos këndimi i himnit Maqedonas e deri tek përzierja e siç tha disa faktorëve të jashtëm. Ai madje tha se studentët e juridikut, të cilët luftojnë për drejtësi në këtë protestë e kanë shkelur ligjin. Nuk do të komentoj përfyerjet, kjo është me të vërtet çështja e edukimit familjar që arrihet në 7 vitet e para të jetës. Nuk do të komentoj as atë incident të dhunshëm që ka ndodhur, as nuk do të komentoj për ndërhyrjen e jashtme për çështje të brendshme të Maqedonisë nga disa faktorë të jashtëm. Do t'i lëm të gjitha si folklor, ajo për të cilën ne si qeveri po punojmë aktualisht është sigurimi i një zgjidhje të qëndrueshme nëpërmjet të së cilës ky dhe një numër problemesh të tjera që i kemi shëguar nga e kaluara do të zgjidhen. Miskoski tha se e dënon sjelljen e partisë opozitare, siç përmendi Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse ata tha se kanë pasur mundësinë për 20 vjet të zgjidhin këtë çështje. Miskoski tha se zgjidhja ligjore do të dërgohet në Komisionin e Venedikut. Kujtojmë se një numër i madh studentësh të hënën më 18 maj në Shkup mbajtën protestën e dytë pas asaj të 6 prillit, me çka kërkojnë që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe, por në këtë protestë ata gjithashtu kërkuan që gjuha shqipe të zbatohet në mënyrën e duhur në të gjitha institucionet. Në këtë protestë morën pjesë edhe studentë nga Shqipëria dhe Kosova, por e njëjta mori përkrahje edhe nga qytetarë të tjerë nga të gjitha trojtë shqipfolse.